Gjashtë arsye pse nuk duhet janë i thonjtë me asnjë mënyrë. Me teprimin e sasive të emocioneve dhe të sjelljes, kafshimi shpesh i thonjve mund të shkaktojë dëme të mëdha për shëndetin. Ja disa arsye sipas ekspertëve pse nuk duhet i konsumoni thonjtë. Mund të çojnë në sëmundje të shkaktuara nga baktere siç janë Escherichia coli dhe të shkaktojnë probleme infektive në trup. Mund të shkaktojnë infeksione të thonjve. Shoqata Amerikane e Dermatologjisë tregoi se infeksioni bakterial i shkaktuar nga kafshimi i thonjve është një problem mjaft i përhapur që mund t'ju kushtojë edhe jetën. Thonjtë mund të rriten në mënyrë të brendshme në mishërat tuaj dhe të shkaktojnë enjtje, skuqje dhe dhimbje nëse i kafshoni. Ato mund të shkaktojnë ftohje dhe rënje të imunitetit, mund të formojnë lytha dhe probleme të gungave rreth thonjve, mund të sjellin edhe probleme dentare duke dëmtuar kështu smaltin e dhëmbëve ose në rastin më të keq edhe thyerje të dhëmbit tuaj nga kafshimi i fortë që mund t'i bëni thonjve, prandaj nuk duhet i konsumoni ato.